Përshëndetje gjithëve, lusë zotin që t'jeni sa më mirë. Atëherë, siç e dini, unë kam qenë ndër të parat ato që kam nxjerrë që para 2 vitesh e gjys problemin që shkaktojnë efektet anësore, që shkaktojnë produktet larush, pose e të tjera. Por ajo që ka më rëndësi, domethënë sepse këto gjëra janë e zauruar tani më, dhe ju e keni parë në faqen time, por që ajo që më bën më shumë përshtypje është goca Olt 3, që është një yll i bukur domethënë, dhe që ka përdorur larush, po se ka ndarë në komentet e tjera si për veten e saj dhe për shoqen e saj se çfarë efekte që janë anësore i kanë dhënë ato produkte. Por ajo që më habit jashtëzakonisht shumë është pjesa që thotë shumë faleminderit për një përgjigje që i kam kthyer, a duhet me nis retinal ose retinol në moshë 24 vjeç? Po nis të shoh linja shumë të holla anash syrit kur qesh. Domethënë të mendosh 24 vjeçe dhe nuk është e vetmja goca, por thjesht duke qenë kaq e bukur, prandaj unë e mora edhe për ta bërë video këtu. Arrin domethënë 24 vjeçe të kenë linja dhe rrudha poshtë syve. Është çmenduri, domethënë, nuk e di, sepse aq shumë sa po ju ofrohen produkte kimikates, ja siç i doli nami tani larush, jo nami, po siç i doli vërtet larush, po si ashtu do t'i dalë dhe të gjitha produkteve të cilat unë më përpara i kam demaskuar, por që të arrish domethënë 24 vjeçe të kesh rrudha në kulmin të rinis është apo linja, është çmenduria më e madhe. Andaj ju këshilloj të gjithave, si kësaj ylli të bukur që kam këtu, si kujto tjetër në këtë moshë, nga hiqeni nga turri, domethënë kur ju thonë këto përqindësat apo këto si thot influencerat pseudo që paguhen domethënë me përqindje për secilin reklam që bëjnë, që duhet të fillosh produkte në moshë 20 vjeçe, produkte në antirrudh që në moshë 20 vjeçe apo dëgjon se ç'a. Absolutisht jo, nuk është pranë, nuk është të dëgjuar në asnjë vend të botës ky budallik. Duhet keni parasysh, mos përdorni gjithçka çka dëgjoni, hiqeni nga mendja këtë gjë, ju lutem shumë, dhe sepse po e bëni veten që në këtë mënyrë domethënë lëkura juaj mos ketë nevojë për trajtim, sepse s'ka nevojë për trajtim lëkura juaj, ka nevojë thjesht për ushqim. Dhe ushqimet janë ushqimi që konsumoni, që është shumë e rëndësishme, po ashtu dhe produktet që janë 100% natyrale dhe që e ushqejnë lëkurën tuaj në mënyrë që të parandalojnë gjithmonë